në një akt anti-shqiptar të pa precedent që nga diktatura e Enver Hoxhës dhe në një skandal shumë të rënd, diplomatik dhe politik, dje me urdhër Edi Rams nuk u lejuan të hynë në territorin e Shqipërisë në kundërshtim dhe shkelje flagrante të marrëveshjeve ndërshtetërore me Maqedoninë e Veriut dhe konventat ndërkombëtare, 3 deputet të koalicionit partive shqiptare në Maqedoninë e Veriut vlen. Kështu u blokuan dje me datën 8 korrik nga narkopolicia shqiptare në pikën kufitare të Qafthanës. Koordinatori i grupit parlamentar të koalicionit vlen deputeti Bekim Qoku dhe deputetët Adnan Azizi dhe Hashim Myrtezani. Zëvend sekretari i përgjithshëm në qeverinë e Maqedonisë së Veriut, që të 3 me pasaporta diplomatike. Ata u trajtuan dhe u ndaluan sikur të ishin terroristë, armiq të kombit shqiptar dhe jo deputet të nderuar, përfaqësues të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, vendin fqi. Duke kërkuar ndjes në emër të shqiptarëve, të gjithë shqiptarëve të Maqedonisë Veriut dhe qytetarëve të këtij vendi, koalicionit vlen dhe të gjithë deputetëve të tij, Partia Demokratike dënon me forcën më të madhe këtë akt të shëmtuar të Edi Rams dhe ministrit të tij, kukull, anti-shqiptar të brendshëm. Ky akt dëshmon një goditje të rëndë të fqijësisë së mirë me vendin fqi dhe përbën një përpjekje vulgare për të fajsuar fqinjët dhe të tjerët për protestën rinore qytetare më të fuqishme që ka njohur vendi në 35 vitet e fundit. Me këtë akt, narkodiktatori i Tiranës po sillet në rajon në mënyrë identike me Lukashenkon e Bielorusisë dhe ish diktatorin e Venezuelës, tani në pranga Maduron. Një akt i shëmtuar. E garantoj Edi Ramën se dënimi i tij është pa shpëtim, pa kthim. Le t'i mbyll kufit nga të 4 anë, por shqiptarët i kanë pre përfundimisht biletën atij.